Kur Nebiu nisi punën si rrobaqepës, thot se ishte ndër të vetmit e moshës së tij që mirrej me këtë profesion, ndërsa gra rrobaqepse, sipas tij, nuk kishte fare. Në atë kohë ka pas dhe shumë burra tjerë që janë mirë me rrobaqepsi. Shumë dzeje ka pas, shumë, sidomos gjakovarë. E këto në lap? Në lap, pak krejt ka pas. Është edhe një i moshës teme që tu na 2 di që jena hinë në provim në Prishtinë bashkë, se tjere s'ka pas lapit. Po, kryesisht nashta kjo punë u po prit grave, rrobaqepsia, dhe për çat arsye nashta s'ka pas shumë... Atëherë gra s'ka pas hecë rrobaqepsi. Kur jam hiu në zanat gratë hecë. Vënja ka njës gratë. Unë e kam rejnë që tash që më kam jetë, që ju ka vra djali, ma kalon në rejnë. Qika ti kam të martu me 4, të në e ditë që zanat e këmë. E ka mësu prej teje? Pej meje. Edhe njën Prishtinë që është ma shumë dzjerë ajo, se unë me dugon që ndërësha, me fistona, se unë s'pënejsha, porët e mëdojshin këmën të femnat, një fiston me shkurë, të unë 20 euro. Unë e 1 euro gjysë që shkurtej pantollat që të që pinoli. Kështu që zanati i mirë, zadani shumë i mirë. Edhe kur ta kip, qëre, zanatlia i furt, kur ta kip për masë një bluzë ose një parë pantoll, kur s'dbjen këta tjerë qështë i kipaj, qështë e kishtë trupin të, për qefti qëtë. Po bojshin atër gjona, tasha kanë fillu të farmerë ka ke, po gjonat e ka ma. Kanë ndryshuar me uda, në 25 vjetë për ndryshan. Me shumë mirënjohje, a i kujton edhe sot mjeshtrin e tij. Në fillimet e punës, ndonë se Nebiu ende nuk ishte përvoj, mjeshtri kishte edhe një pak të mirë dhe kishte mbështetur në hapat e parë të këtij profesioni. Kanë ndryshuar se në atë ma shumë kanë punue të zanatlit. Tash kanë qitë prodhim a kinez, a Koreja, dhe pantoll të musht, farmerkat italiane. 3 vjetë i kipojt një por farmerkas i Jorinia edhe kur se ta ka hypë në gjiren. Original ka i në konë atë. Tash kanë ndryshuar se ja filluan private të punua privat falce, që shtu sumet së s'ka zanatlia, s'ki kur gjëjtë. Që tu sot për shamën po djev një setër, jakën e mi shkurtu nuk din kur kush me. Që të mbojnë, më vinë muë. E tash me 2 për në hakon sot, se ka puna jo më shkurtua. I ki mas pakti 20 rrobaqepse, një ndër to është edhe reje em. Me që ato e manë familjen, e manë vetin, i ka rritë 2 fëmijë. Djali qik, i ka punë të mirë, qështu qysh i këm pas maqinë, atë e këm lonë me dugoj me krejtë. Ne të kjallëzoha për i kushteve që s'këm pas në shkollë me shkuë, mu dëft me hinë zanatë. Në punë se këm pas kërkan, baba u më qmue, edhe a i mjeshte që hina, pa dit, hala kur gja, ma ka dhonë, më kujtohet një rrugë si të arsimit, një mësue se a ka pas. Po të thamë 300 markë për shemëll. Sa i ka pas mësue si 300 mi ka dhonë. Veç pi 7 vetë, del 7, s'këm ditë më quë, veç kur im dalë me hongër bëke im këthyje. Pa punë s'kina nejtë kur, kanë punu fabrikat e se na dashtëm s'dashtëm i pranu, me fabrikat servis na jena furnizuar gjithë. Fabrikat e shtufnit i ka pas një ndër më të mirat në Ballkan. Kështu që kem punua, punë ka pas bëllë me punua, mjeshtrit jenë pasunua që s'ka pas kush ma i pasu në Prishtinë se qaj mjeshtri jam. Edhe u koni gjakavar nëra, u koni firma nëra, ata e në konë kryesërët aty. Po, ata e në pasunua, na kem punua, ata me duen gjepa, ka ditë mirësil, ka pas pare, 11 punëtore, ma i menjem konën e të qaj gazda.